Asnjëherë s'e kanë kuptuar se pse Amerika nuk e përshpëtuar Kubën, për të rrëzuar regjimin komunist të Kubës si po me frymën e vendit prej gati 60 vitesh. Ndërkohë që Amerika ka shkuar aq larg me trupat e saj nga Vietnami, në Kore, në Afganistan, në Irak, në Iran, edhe shumë zona të tjera të botës, që fali ka 10.000, 15.000 kilometra larg. Ndërkohë që Kubën e ka 60-70 milje, pra shumë afër. Si ka mundësi pra që e ka lënë këtë vend të degenerojë atë mas, pa bërë asgjë për popullin e saj. Unë nuk jam intervencionist, pra nuk jam njëri që besoj se demokracitë apo vinë me luftë, apo se regjimet gjakatar apo grabitqare të vendeve të ndryshme mund të bien nga pushteti me ndihmën e ushtrisë tuaja. Në përgjithësi jam pacifist, edhe doja që edhe Kuba ta zgjidhte hallen e vet me paqe. Por çon si ka, me sa duket koha ka ardhur që regjimi kubanes të shtrëngohet, edhe me sa duket Amerika po e bën këtë gjë me më shumë vrull se në 50 vitet e fundit dhe me më shumë vullnet. Edhe ndoshta gjatë kësaj vere do shohim që regjimi kubanes mbase mund të vjerë. Herën e fundit që kam qenë në Kubë, gati 2 vjet përpara, një nga herët që kam qenë në Kubë në shumë vitet e fundit, se kisha parë të ishull më keq se kur. Pra, nëse mund ta krahasoja me diçka të njohur, janë vitet 80 në Shqipëri. Po ishte shumë më keq. Çdo gjë ishte me tallon, ushqime nuk ishte, qyteti Havana sigurisht e papastruar, njerëzit depresiv, shumë të varfër, me paga mizerabël, një policë në Kubë paguhet $20, nëse i merr ato. Pra një katastrofë, qyteti i mrekullueshëm si Havana i rrënuar, totalisht i varfër. Edhe i habiru sigurisht nga kjo gjë se ne jemi mësuar të shohim Kubën ta shohim si një kolorit, si një ansambël muzikor që nuk pushon natë ditë. Hyra një shofer taksie që po më shoqëronte ato ditë, edhe i thash si ka mundësi që duroni